Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka finalizuar një hetim të thelluar ndaj një grupi kriminal të drejtuar nga Jetmir Pepa, i dyshuar për trafik ndërkombëtar droge në shkallë të gjerë. Sipas dosjes hetimore, grupi përbëhet nga 11 persona dhe operonte në një strukturë të mirë organizuar, duke siguruar dhe trafikuar sasi të mëdha kokaine nga Amerika Latine drejt tregjeve europiane. Hetimet kanë zbuluar se rrjeti kishte lidhje direkt në Ekuador, ndërsa shpërndarja dhe logjistika e drogës realizoi kryesisht në Holandë dhe Belgjik, dy pika kyçe të trafikut në Europë. SPAK ka dokumentuar të paktën 8 episode të trafikut të sasive të mëdha të kokainës gjatë periudhës 2019-2021, duke ngritur dyshime për një aktivitet të vazhdueshëm dhe të mirë strukturuar kriminal. Nga 11 masat e sigurisë të lëshuara deri më tani janë ekzekutuar vetëm 3 arrestime konkretisht ndaj Lulzim Pepajt, Florian Markut dhe Anton Kolos, ndërsa Jetmir Pepa dhe të tjerët vijojnë të jenë në kërkim. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu një skemë të sofistikuar të pastrimit të parave, ku të ardhurat nga trafiku i drogës dyshohen se janë transferuar dhe investuar në Shqipëri. Pasuritë e sekuestruara deri më tani përfshin mbi 230 asete të luajtshme dhe të paluajtshme në një vlerë të përllogaritur mbi 12 milionë euro, mes tyre biznese, toka, hotele, apartamente, post parkimi dhe 89 automjete të ndryshme. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrjetin, rolet e secilit antar dhe lidhjet ndërkombëtare të këtij grupi kriminal, i cili konsiderohet ndër më të mëdhenj të goditur deri më tani nga SPAK në trafikun e kokainës drejt Europës.